Ju futën në banes për të vjedhur pronari shtëpisë hapëzjarr ndaj 3 shqiptarëve. Një tentativë grabitje ka përfunduar në plagosje me armë zjarri të një shqiptari 2 ditë më parë në zonën e Salernos në Itali. Një burr ka kapur në flagrancë 3 shqiptarë që kishin hyrë në banesën e tij për të vjedhur dhe ka reaguar duke qelluar me armë zjarri, duke plagosur një nga grabitësit. I plagosuri është ndihmuar nga shërbimi i emergjencës dhe është transportuar me urgjencë në spital, ndërsa 2 shqiptarët e tjerë janë larguar dhe aktualisht janë në Arati. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se edhe një nga grabitësit e tjerë mund të jetë plagosur, por kjo është ende në fazë verifikimi. Sipas rindërtimit të deritanishëm nga hetuesi, 3 shqiptarët kanë hyrë me forcë në banesën private dhe pronari sapo ka parë dhe e ka vënë re praninë e tyre, ka marrë armën e tij të cilën e posedonte me leje të rregull dhe ka hapur zjarr duke goditur njërin prej tyre.